Rrugtimin të me kom nisë me shumë vështërsi. Pikës pare, kur e kom marrë një zyre, i kom pasë vish 100 euro. Zyrja, do më thonë, qëroja ka qenë 150 euro, po ne kom marrë gati si në gjysë mujit. Sa e përket pjesës ushimit, si që ka edhe në storin që u prezentu, do më thonë një më konë me 50 cent. Nuk kom pas mundësi për shembull me hangër buk kur më çuan në 12 mëngjesit ose 9 mëngjesit. Është dash me prit deri të bu ora 5. Që atëherë do më thonë me hangër një tost 50 centve edhe me mujt me qëndru masanej. Kom pas do më thonë vështërsitë edhe te pjesa e ushqimit. Mandej kanë qenë edhe paragjykimet, kom pas jashta normales paragjykime, edhe gjithmonë më kanë thonë ti je femën, ki më martu herët, nuk mundesh me bu kur gjo për të tjerët. Mu më ka pengu shumë kjo pjesa e paragjykimit, sepse kur e kom kërku një zyre, i kom bu 53 takime, i kom marrë 53 refuzime. Se po munona mu përmbajt mos me qajt, edhe pse emocionit i kom shumë mëdha. Vetëm ndjehu e lirë me u shpreh, sepse s'ke nevojë më arsyetu.